Zgjedhjet e 11 maj dominuan sot debatin parlamentar me opozitën që akuzoi Partinë Socialiste se shfryzoi bandat kriminale buxhetin e shtetit për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se këto ishin zgjedhjet më të këqija të organizuara ndonjëherë, duke akuzuar edhe ministrin e Brendshëm për bashkëpunim me bandat kriminale. Përdort metodat më të turpshme që mund të jenë përdorur ndonjëherë në ndonjë vend. Zhvilluat zgjedhje si Zimbabwe të 30 vite më parë. Dhe pastaj të mos quhet Ramaduro. Ky që është këtu është marrë vesh se Troplin të paguan 10 milion euro emërimin e tij. Po ajo që ishte me e veçanta ishte se nruan me atë tjetër, me Arkendin. Përballë akuzave të liderit të opozitës Berisha, mazhoranca socialiste solli në vëmendje se zgjedhjet respektuan standardet dhe procesi i rinumërimit të votave në Tiranë po e tregon këtë. Eja pra rinumërimi po bëhet. Po harxhohen para nga buxheti i shtetit deri tani 200 milion lekë kusur dhe le të shërbejë si një augur pozitiv që në shtator kur të ngrem komisionin e ri të posaçëm të reformës zgjedhore, ti depolitizojnë komisionin. Fakti që kjo pjesa këtu nuk ka më besim tek numëruesit e vet, është një hap i rëndësishëm. Mazhoranca dhe opozita replikuan edhe për çështjen e avokatit të popullit, pasi Partia Demokratike kërkoi që Besim Ndregjoni të votojë sot në këtë detyrë si propozimi i opozitës. Por mazhoranca hodhi poshtë pasi sipas Partisë Socialiste duhet ketë një proces për të gjetur kandidaturën më të mirë, duke spostuar këtë çështje në legjislaturën e re.